kemi parë, ne përveç që raportojmë çdo ditë këtu, raportojmë çdo ditë në Kuanet, I kemi edhe disa pjesë me cilën ne edhe sot me një gjel në portalin koha.net, pra ka qenë karikatura e ditës së sotme, I kemi ftuar të gjithë, pra gjeli I hershëm I mëngjesit, I ka ftuar qytetarët që të dalin të votojnë, ja pra kjo është karikatura e ditës së sotme, e cila pra na ftonte që të shkojmë dhe të votojmë, dhe natyrisht përgjatë një viti, shumë karikatura janë dedikuar zgjedhjeve të realizuara nga Jeton Mikullovci. Patjetër. Shumë interesante këto shpeshherë. Po, kështu, Rajmond, ne në kohë e kemi një vlerë të jashtëzakonshme, cilën nuk e kanë mediumet tjera në Kosovë. Ajo është Jeton Mikullovci, jemi I cili do të thotë është me kohën që 30 e më shumë vjetë, më shumë se 30 vjetë, se veç 30, dhe për çdo ditë na sjell ngjarjen e ditës, preokupimin e ditës, zhvillimin e ditës në një formë e cila nuk të kërkon që të lexosh shumë gjatë, mjafton veç që të shikosh ato detajet e ilustrimeve të tij për ta kuptuar vërtet se çka ka ndodhur. Nga një herë, do thotë jemi kemi punuar bashkë gjatë, punojmë dhe jemi I lexon të gjitha zhvillimet, të gjitha tekstet para se ta realizoj karikaturën dhe është mbase ka një dhunti të jashtëzakonshme që gjithë atë kompleksitet ta shndroj në një ilustrim që edhe nga një herë të bën që të qeshësh me gjithë ato telashet që I përfshin mrena dhe mbase kjo e gjelit është një thirrje, por gjithë kriza institucionale këtij viti ka qenë e ilustruar në formë të jashtëzakonshme nga jemi dhe mbase I kemi ato karikatura dikon. Po, besoj kemi edhe disa të tjera që mund të I shohim bashkë. Fushatën e ka ilustruar në mënyrë po ashtu të jashtëzakonshme, diasporën, do të thotë është çdo herë interesant që t'i kthehemi. Regjia dhe ne I shohim pastaj më lehtë. Arkive jashtëzakonshme kjo ka të bëjë me fushat, do të thotë kjo është një seri e karikaturave të jemit që ka të bëjë me fushatën, do të thotë kemi një qytetar I cili e ka ilustruar detektorin e vërtetësisë. Po, për shkak të edhe premtimeve me kaq shumë zgjedhje. Do të thotë kemi I premtojmë edhe yjet në qiell. Po. Interesante janë shumë. Aja, po I fryejnë. Premtimet, duke I fryrë. Do të thotë rritja e pagave. Është rritja e pagave, mbase është shumë interesant dhe edhe komike kjo çështja e garës gjatë fushatës se cili do t'i rris pagat më shumë e më shpejt, mbase edhe pa u ilustruar në karikatur, ka qenë mjaft komike ti dëgjosh, ti bësh bashkë të gjithë dhe të shohësh se si të gjithë do t'i rrisin pagat e do t'i ulin tatimet e të tjera. Bisedua më herët lek çështjen e programeve cilat nuk kanë pas diçka konkrete dhe ndonjë strukturim të madh, konkret, po kanë qenë shumë lehtësisht të thëna e më lehtësisht se veç të thuar se do t'i rrisin pagat, nuk ka ku shkon. Ja pra, një prej... Dhe kemi dalë pra të viti, gjatë këtij viti, në përgjithësi, po. Do thëtë në mënyrë të jashtëzakonshme se cilin moment të krizës e ka ilustruar dhe si që thash më herët është mbase një vlerë e jashtëzakonshme që ne e kemi. Po shohim vazhdimisht që po ndrojmë, besoj mund t'i kemi në dalje dhe të I komentojmë bashkë. Pra, kryesisht, ndoshta një pjesë e mire vitit ka shkuar me to, ja pra edhe sa nga dalë
kemi shkuar drejt konstituimit. Dhe tashmë kjo ora e zollit kam rrit në fonda, do të thotë jemi po kryhet 2025 dhe po shpresoj që po kryhet edhe Kjo gjykata kriza. kushtetuese duke interpretuar presionin ndaj saj, pra për përgjigje që i nevojitet qetësi. Dhe ka pasur shumë adresime. Ja paga e shtatorit Për deputetët, po. Po e përmendën, do të I thatë 2 milion euro. 2 milion euro shpenzime, kanë qenë konkretisht do të thotë 1.371.000 euro rroga për deputetët dhe dikund 571.000 rroga për stafin për krahës dhe nuk kemi pas institucione. Kemi pas ato as nuk kanë mund të quhen se anca me kanë qenë përpjekje për konstituim dështim pas dështimi. Ka pas mbase jo për afrim, për çdo herë ma shumë jo për afrim, por largim të mundësive për bashkëpunim mes partive. Unë vërtet nuk e di mbase mezis po pres që të kryhet kjo ditë e zgjedhjeve dhe të jepen edhe rezultatet e para në mënyrë që ta shohim se ka po orientohen partitë politike. Po ka qenë një vit fare me një gjuhë polarizuese Brikend, kështu që asë njëri subjekt politik nuk hapte rrugë, sytë ishin ka gjykata kushtetuese edhe u blokua gjithë shka. Kështu që vetëm gjykata kushtetuese pastaj mbeti institucioni që filloj të japë rrugë. Në basë se kjo edhe interpretohet që jemi shtetiri, kemi kushtetu që shumë aspektet të saj nuk janë të interpretuara, nuk janë të sqaruara dhe priten raste, për shembull, precedente, krijohet precedent dhe pastaj ajo krijohet si standard, por ka pasur, të themi natyrisht, një vit për një vend si ne, tepër jo normal, nuk ka qenë një situatë normale i tërë ky vit. Me tërë ato, ne kemi qenë këtu gjdo 48 orë duke përcjellë seanca dhe kalojë më në absurde ajo. Përcjellja e seancave me një skenar të njëjtë, gjithçka përfundonte për shumë pak minuta, madje disa prej seancave kanë qenë sa zyrtarisht ajo nuk ka zgjatur as 10 minuta. Verifikohej, votohej, nuk janë numrat ditën e mirë. Jemi mas 48 orëve dhe Po, tash, vërtet edhe përmende lek kanë shkuar shumë lanë në gjykatën kushtetuese dhe vendimet e kushtetuesës atë gjykimet e kanë trajtuar specifikisht veç çështjen e cila është ngritur, nëse është shkelje, përbën shkelje ose jo, mirë po nuk janë dhënë alternativa rrugë se si të vazhdohet. Mbase nuk është edhe detyra e gjykatës kushtetuese që t'i jap alternativat, veç të vendos për një lëndë e cila është adresuar të ajo, dhe po do të thotë shumë ka herë ka filluar gjykata kushtetuese që të jap aktgjykime për situata të ndryshme. Kemi pas raste edhe më herët, dhe jo të gjithë skenarët që ndodhin kanë qenë të parapara aty. Tash nuk e di a është çështja që jemi vendi i ri dhe kushtetuta nuk i parashet të gjitha rastet, apo është çështja që jemi një vend i cili ditë i komplikoj gjërat ashtu siç nuk i komplikon ndonjë vend tjetër dhe pastaj kërkojmë zgjidhje kushtetuese. Nuk e di se shpresoj vetëm që kësaj radhe nuk do të kemi përfshirje me zgjedhje këtu. Për fund, edhe Brikenda sonte në ora 7, besoj do t'i kemi lajmet, dhe pastaj do të vazhdojnë qytetarët. Po, se mbetëm pak pa fol për këtë programin, sot do të thotë ne kemi fillu para orës 7, i kemi gazetarët në të gjitha qendrat e Kosovës, cilët paraqiten gjatë gjithë ditës, tash do t'jemi non-stop, do të thotë është një paraqitje, një emision maratonik për gjatë gjithë ditës dhe gjithë mbrëmjes. Në orën 7 do t'i kemi lajmet qendrore, pas lajmeve qendrore me njëherë do t'a kemi Mimozën dhe Eraldinin në emisionin special, do t'jemi të lidhur në mënyrë të vazhdueshme me të gjitha të rejat, me rezultatet që do t'i publikoj KQZ-ja, me panelet të ndryshme. Ka qenë një paralajmërim që
PQZ-ja nuk do të ndalet edhe pas mes natës sonte, kështu që ne do të qëndrojmë, aq sa do të qëndrojnë edhe ata. Është një fund vit i cili ka qenë mjaft i ngarkuar për ne, jo veç për shkak të zgjedhjeve, por edhe për shkak se si televizion, si medium prodhojmë produkte të fund vitit, sikur çdo herë, ku i rekapitulojmë të gjitha ngjarjet e vitit, jo vetëm në programin televiziv, si çdo herë ne bëjmë gati edhe gazetën. Mirë po, këtë vit, fatkeqësisht, gazetën do ta kemi vetëm në formatin PDF, si që bëjmë çdo ditë, por këtë vit dallimi do të jetë që ajo gazeta voluminoze e vitit të ri në formatin PDF do të shpërndahet në portalin koha.net si e tillë pa pasur nevojë për parapagim, pra do të jetë gratis për të gjithë qytetarët. Mirë po, ajo nuk do të shtypet në letër, është mbase këto telashet financiare cilat janë pasojë edhe këtyre zhvillimeve politike që na kanë prekur edhe ne si medium, dhe për këtë arsye nuk do ta kemi të shtypur në letër. Na vjen keq, do të thotë për qytetarët që mezi e kanë prit që ta prekin letrën, por megjithatë kompenzimi jon do të jetë formati PDF gratis për të gjithë lexuesit tonë, dhe ai do të jetë voluminoz, do të ketë tema analiza dhe tema për Kosovën në raport me Bashkimin Evropian, Kosovën në kontekstin e sfidave të politikës globale. Do ta kemi krizën institucionale të shoshitur në disa tekste nga aspektet të ndryshme, qoftë ekonomike, qoftë ligjore, ku përfshihen edhe këto çështje që diskutuan për gjykatën kushtetuese. Do ta kemi Kosovën në raport me Veriun, do ta kemi Kosovën në analizë të shifrave të zgjedhjeve, do të kemi inflacion, do të kemi gjykatë kushtetuese, do të kemi gjykatë në Hag, do të kemi rrëfime, do të kemi kulturë, sport, botë, pra të gjitha, ashtu si që kanë ardhur çdo herë në fund vit, të përmbledhura në një format të PDF, do të kemi karikaturat e Jemit, do të kemi